A do kemi një eskalim të situatës, apo do kemi një ulje në tryezën e bisedimeve, kjo është diçka e cila koha do na tregoj. E qartë, ne kemi diskutuar edhe herë të tjera, pra kur ngushtica e Hormuzit mbetet sigurisht pika më e nxehtë, ku çdo incident ndoshta mund të përshkallëzojë edhe konfliktin midis të dyja palëve. Pra mjafton një përplasje vogël detare për të shpërthyer ndoshta në një konflikt të madh rajonal. Atëherë do të kemi parasysh diçka për sa i përket ngushticës së Hormuzit. Rreth 30% e naftës, e cila është për në të gjithë vendet globale, në të gjithë botën, qarkullon nëpërmjet Hormuzit. Çfarë vlere ka Hormuzi si kanal? Vlera është e atill që nëse do flasim për Iranin, kontrollimi i ngushticës së Hormuzit është vital për ekonominë e tij. 90% e hidrokarbureve të cilët transportohen nëpërmjet Hormuzit janë e vetmja mënyrë se si Irani mund të ndikojë ekonomikisht. Pra është mënyra më e mirë për të bërë tregti. Prandaj themi që Hormuzi për Iranin është vitale. Për sa i përket hidrokarbureve të cilat dalin nga Hormuzi, do të kemi parasysh diçka që përfituesi kryesor i kësaj tregtie janë vendet e Azisë. Pra është Kina, është Japonia, është Korea e Jugut. Për sa i përket Europës, Europa merr diku nga 5% deri në 10% të hidrokarbureve të cilat kalojnë nga Hormuzi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin rreth 5%. Kjo ngushticë duhet të jetë e lirë për Iranin, pasi siç e përmendëm pak më përpara, 90% e tregtisë që bën Republika e Iranit kalon nëpërmjet Hormuzit. Nëse Hormuzi bllokohet, rrezikohet që Irani të humbasë këtë tregti. Pra janë fitime të cilat nuk i shkojnë më Iranit, janë më pak të ardhura dhe për regjimin, po dhe për qytetarët iranian. Një eskalim i kësaj do të sillte që Irani të merrte më pak para përkthehen në pakënaqësi dhe pakënaqësia në këtë rast politikisht përkthehet në protesta. Pra nëse kalojmë në një ngushtit, në një embargo të cilët i vendoset Iranit, apo në një bllokim totale të Hormuzit, natyrisht që situata do përkeqësohet për shtetasit iranian, kurse për vendet e tjera të cilat janë në marrëdhënie tregtare të drejtpërdrejta me Iranin, përkthehet në rritje çmimesh. Nga ana tjetër, kërcënimi për goditje ndaj objekteve energjetike prek sigurisht drejt për drejt ekonominë iraniane, por edhe rajonin, dhe nga ana tjetër sa shkatruese do të ishte një ndërhyrje e tillë për të gjithë stabilitetin rajonal, por edhe atë global. Fatkeqësia e drejt për drejt në një rast ndërhyrje totale ushtarake është e Iranit. Gjatë gjithë historikut të luftrave që ka zhvilluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjëherë nuk është prekur territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithmonë ka qenë Amerika shteti i cili ta sjell luftën në derën e shtëpisë. Në këtë rast, kërcënimet e thëna nga Trumpi duhen marrë parasysh sepse janë disa kërcënime të cilat rrezikojnë jo vetëm stabilitetin politik të Iranit, po ndërhyjnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve iranian. Presidenti Trump është ende i palëkundur në atë çfarë ka thënë më përpara. Do ju kthejmë në epokën e gurit. Fatkeqësia është që zhvillimi teknologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kapaciteti ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund ta bëjë këtë gjë. Shembujt në botë i kemi përmendur dhe më përpara, është Bagdati nga njëra anë, edhe Kabuli nga ana tjetër. Prandaj, Republika Iraniane Islamike, sado të jetë brenda ideologjisë së saj që bërtasin Death to America ose largim të çdo lloji influence perëndimore nga vendi i tyre, janë të detyruar të ulen në negociata, sepse nëse lëshohet në full scale, pra në forcë të plot armata e Shteteve të Bashkuara, asnjë vend nuk mund t'i bëjë dot ballë. Kjo është diçka e cila është e vërtetuar gjatë gjithë historisë. Prandaj nga ana tjetër,
të dyja vendet luajnë edhe me këtë lloj retorike. Nga ana tjetër, Irani nuk mund ta pranojë një kapitullim pa kushte. Prandaj sillet në këtë lloj mënyre. Kurse Amerika nga ana tjetër si forca politike ushtarake më e madhe në botë dhe që e ka kapacitetin për ta bërë këtë gjë, është normale që pritet të jetë kjo lloj sjellje nga ana e të fortit, sepse ka fuqinë në dorë. E qartë. Retorika e përdorur nga vetë presidenti i SBA-s Donald Trump, i cili tha se nuk ka më tolerancë tashmë edhe mbas bisedimeve të fundit që u zhvillua në Islamabad. Mendon se tregon kjo se SBA tashmë është në fazën e fundit përpara se të veprojë ushtarakisht? Të gjitha këto deklarata, pra deklaratat kërcënuese të bëra nga Donald Trumpi, në thelb nuk kanë vendosjen e një lloj aksioni ushtarak përpara, po bëhen si presion duke qenë se po afron raundi 2 i negociatave në Islamabad. Pra bëhet një lloj thirrje për të kuptuar që ne duam të arsyetojmë, siç e kemi përmendur më përpara. Në botën moderne ka pasoja në qoftë se zhvillon një konflikt të armatosur, dhe mbi të gjitha në qoftë se ky konflikt i armatosur prek civil. Mënyra e vetme për të shpëtuar nga ky detaj, pra për të qenë politikisht korrekt, është vendosja në negociata. Praktikisht, shtetet kur ulen në negociata, shkojnë me maksimumet e tyre. Pra, maksimalja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është lirimi i Hormuzit, heqja dorë nga pasurimi i uraniumit dhe marrja fund e ëndrrës së Iranit për të qenë fuqi bërthamore. Ndërkohë Irani nga ana tjetër kërkon pikërisht pranimin e çështjes nukleare, pra të drejtën që ka si vend për të prodhuar armë bërthamore dhe për të ridimensionuar pozicionin e tij rajonal si superfuqi në lindjen e mesme. Praktikisht kjo është mënyra përse të dyja palët qëndrojnë në maksimumet e tyre, në mënyrë që kur të ulen në negociata me njëri tjetrin të arrijnë një lloj marrëveshje që t'i kënaqë të dyja palët. Tani çështja është e atill. Është Irani në kushte për të negociuar me SBA? Në qoftë se duan, mund ta bëjnë këtë gjë. Por Amerika në kushtet që flasim ne është e qartë në vendimarrjen e saj. Ata nuk e pranojnë një Iran nuklear të armatosur, sepse kjo bie ndesh me aleatin kryesor që ata kanë në lindjen e mesme, i cili është Izraeli. Dhe praktikisht dihet që një Iran i fuqishëm do jetë gjithmonë me qëllime armiqësore ndaj Izraelit. Pra, në këto kushte që flasim, nuk është çështje për të arritur një paqe të shkurtër permanente, se kjo paqe e shkurtër, duke pasur parasysh tensionet midis Iranit dhe aleatit kryesor Izraelit, që automatikisht janë shumë të vështira për të kaluar në formë paqeje, do ngelen gjithmonë prelude për konflikte të tjera në të ardhmen. Prandaj, duke pasur parasysh edhe këtë lloj tipologjie të Shteteve të Bashkuara, pra për të mbrojtur aleatin e tyre dhe për të vendosur hegemoninë amerikane në lindjen e mesme, po sillen në mënyrë maksimale ndaj Iranit, në mënyrë që jo vetëm të ndalojnë formën ushtarake të Iranit, por ama të vendosin edhe sanksione të forta brenda territorit të lindjes mesme në mënyrë që vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të jenë hegemonia në këtë rajon. Nga ana tjetër, Rei, si e ke parë deklaratën ose mesazhin i cili ka ardhur nga Mojtaba Kabeni, i cili flet për fitore dhe rezistencë në të njëjtën kohë, pra në kulmin e këtyre tensioneve? Përsa i përket fjalëve të Mojtabës, ende nuk e dim nëse Mojtaba është gjallë apo jo. Nuk ka një deklaratë publike. Tani, nëse ky lider flet për fitoret e Iranit, atëherë pse nuk del në publik? Del publik vlla. Dhe tregoja popullit tënd që fitove. Mos rri i fshehur. Fakti që rri i fshehur tregon që ka akoma frikë. Fakti që rri i fshehur tregon që Mojtaba ose Irani i sotëm nuk e kap dot fuqinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një arritje ishte nga Irani, rrëzimi i një avioni amerikan brenda territorit. U nisën për të kapur peng pilotin, dështuan. Amerika i mori pilotët e rënë aty. Pra me teknologjinë e njohjes së impulseve nga zemra,
Do të flasim për një shtet I cili përdor një lloj teknologjie që ndoshta dhe për ne që jemi thjesht analizues në këtë rast është e vështirë për të kuptuar. Pra, faktet kanë treguar diçka. Sado të mundohet Mojtaba, normalisht është detyruar të bëj propagandë, sepse jemi në luftë dhe du të mobilizoj njerëzit e tij. Por ama, çdo fjalë e Mojtabës në kushtet që flasim mbetet ende në formën e propagandës. Ajo çfarë kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe të luftimit, përveç hedhjes së raketave, Irani nuk ka bërë asgjë tjetër. Flasim që ka bërë sulme ndaj fqinjve, sepse deri këtu është rrezja e fuqisë së Iranit. Por që Irani të bëjë një sulm të drejt për drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është gati e pamundur. Që Irani të bëjë një sulm kritik ndaj Izraelit si kundërshtarin kryesor në lindjen e mesme, faktet kanë treguar që ka qenë sulme shumë të ulta, raketa të rrëzuara rrugës. Pra Iron Dome në këtë momente që flasim ka funksionuar. Prandaj Mojtaba Khamenei në këtë momente gjithmonë nëse është gjallë, sepse vendoset në dyshim legjitimiteti, pasi lideri suprem iranian nuk është parë në dalje publike. Gjithmonë në këtë lloj konteksti, pra e thënë me pak fjalë, Mojtaba Khamenei do mundohet të bëj gjithçka të mundshme deri në momentin që të ulet në negociata, pasi ushtarakisht të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që Irani nuk mund ta përballojë forcën e plotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka pasur në fakt re dhe retorik për armiq të brendshëm dhe separatistë